jo krejt temperaturat ka nevojë për trajtim me antibiotik. Temperatura është reagim normal në plot raste tek fëmijët kur një virus është hyrë në organizmin e tyre. Kur na infektohemi me një virus, sistemi jon imunitar, që është sikur ushtria e një shtetit me shumë ushtar, aktivizohet, alarmohet edhe prodhon shumë substanca kimike në mënyrë që me mbrojtë organizmin ton prej infeksionit. Po virusi nuk ndikohet absolutisht prej antibiotikëve. Antibiotikët janë të prodhuar veç për infeksione bakteriale. Infeksionet virusale nuk munden me u targetu e as nuk duhet prej antibiotikëve. Munden me u përdorë në disa raste specifike, po ato bëhen veç me konsulta prej specialistëve. Çka ndodh është nëse ti i jep fëmijës tën antibiotik për secilin infeksion virusal, që në shumicën e rasteve janë të tilla, fëmia jote ka me të fillu me kriju rezistencë ndaj antibiotikëve. Masnej kur për një me ka nevojë për çat antibiotik, ata s'kan me fillu me dhon efekt. Çka duhesh me bësh, gjithmonë duhesh me konsultu me mjekun tën, sepse mjeku është në gjendje me ditë nëse infeksioni është bakterial ose virusal, edhe nëse nuk e din momentalisht mund me kërku analiza për me kuptu. Temperatura bëhet e rrezikshme atëherë kur zgjat shumë, ose kur është tepër e lartë, ose kur shoqërohet me simptoma tjera të cilat kemi me i diskutu në videot e radhës. Nëse edhe ti ke pa çdo simptomat e vetja të një familjar ose e rëndësishme tek fëmia jot, shkruaj në komente, ndaje me dikën që ka një fëmijë të vogël, shkruana edhe neve.